Kryeministri Edi Rama ka prezantuar kandidatët për deputet në Elbasan duke theksuar se për herë të parë shqiptarët po shohin politikanë që po hetohen dhe ndodhen para drejtësisë, një arritje që ai e vlerëson si rezultat të vullnetit politik dhe jo vetëm të kreutës pak Altin Dumani. Njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi gjëra që nuk shkojnë si ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani. Prokurori nuk e di sa vjet ka dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror të kriste, të shajde këtu jetë, pse nuk e hetoj? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte bjerë më këtu Altin se do ta gjykoj unë? Zero. Jo thirrur, jo hetuar, po as thirrur, sepse nuk është çështja e Altinit apo e X-it apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Rama theksoi se ndërsa Shqipëria ka avancuar dhe hapat e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vota e 11 maj do të jetë një moment kyç për të treguar se shqiptarët janë të gatshëm të përfaqësojnë Europën dhe të vazhdojnë procesin e integrimit. Ne kemi hapur negociatat vjet dhe mund t'i mbyllim 2027-ën. Është një shpejtësi maramëndse, sepse ne kemi punuar për këtë ditë, pikërisht se ne kemi punuar pavarësisht se nuk ne e kanë hapur negociatat zyrtarisht dhe nuk kemi ulur në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027-ën. Do të jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Ai e përshkroi këtë periudhë si një mundësi historike për të mbyllur negociatat deri në 2027-ën, duke u angazhuar në një proces të shpejtë dhe të vazhdueshëm. Dhe ata që janë në Bruxelles do të marrin mesazhin shumë të qartë që populli shqiptar konfirmoi vazhdimin e negociatave. Jo një lëkundje duke futur në mes qoftë edhe një rrjedhje sado të vogël të kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura.